por që zëri im do vazhdoj të dëgjohet, edhe nuk ma mbyll të gojën askush. Kur ke nisur karrierën si gazetare sporti? Në 2014. Si ishte eksperienca në Big? Eksperiencë e vështirë ishte. Si të duket ky sezon? Sezoni bukur është, edhe një femër merr vesh nga futbolli. Për Partizanin të vjen keq? Në këto momente jo, nuk më vjen keq. Si duket kërnaja e ndërtimit e Partizanit? Është gjaketë ngushtë për shpatullat e kërnajës. Unë jam shquar për t'i thënë gjërat hapur dhe troç. Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se vini në këtë episod të Topcast. Sot kam të ftuar një nga figurat më elegante të ekranit shqiptar, një gazetare, moderatore, prezantuese që ka ditur të jetojë ndër vite në televizion me prezencën dhe performancën on top, le të them kështu, Hyrgerta Sakon. Përshëndetje. Kënaqësia është krejt e imja, më vjen mirë, edhe gjithmonë kam patur kënaqësi kur ke qenë në studiot e mia dhe kur më bëre ftesën isha vërtet e lumtur që pata mundësi të ta kthej ftesën. Shumë faleminderit. Një herë kur e takova Hyrgertën thash prit shikoj një herë se kam muaj që nga ekrani. Goxha muaj pa u parë. Hyrgerta, sa vite u bëre në televizion? Po flasim profesion. Në profesion po të marrim Miss Albanian jam 31 vjet, pothuajse, por po ta marrim nga 97 kur unë kam nisur prezantoj festivalin e parë, që quhet fillimi i karrierës, të thot 29 vjet. Kështu që janë shumë, me uljet e ngritjet e veta, sigurisht, edhe me shumë ngjarje në mes, por e rëndësishme është që unë e kam shijuar pafund. Çfarë të ka mbajtur kaq gjatë në televizion? Dashuria dhe pasioni për këtë profesion. E kam dashur që e vogël, gjatë gjithë kohës isha përpara pasqyrës duke imituar në atë kohë prezantuesit italian, me aq mundësi sa kishim për të parë fshehurazi, se unë kam kapur goxha vite edhe kohën e diktaturës. Edhe sigurisht që nuk i kishim mundësit për të pasur shumë informacion, kështu që këto dritaret që kishim mundësi fshehurazit të shikonim na bënin shumë përshtypje, edhe gjithkohës duke i imituar, kam pasur dëshirë shumë të bëjmë edhe këngëtare, me thënë të drejtën, edhe atë e kam gjithkohës merja diçka si mikrofon dhe këndoja. Pra këto të dyja, por si këngëtare e pash që nuk është se kisha ndonjë talent të jashtëzakonshëm. Edhe hoqador, kurse fatmirësisht për këtë punë kam talent, kam qenë e prirur edhe jam shumë e lumtur që e realizova dhe shumë e lumtur që vazhdoj të jem edhe të bëj këtë profesion, të jetë për mua derisa të mbyll syt do ta bëja këtë profesion. Unë këtu në Topcast para se ta nis me çdo të ftuar, pyetja e parë që i bëj, se domethënë pastaj s'ja bëra Hyrgertës, pyetja e parë është një prezantim për veten me një fjali. Kush është Hyrgerta Sako? Përshkruaj veten vetëm me një fjali. Se shumë e kam vështirë të flasim për veten, po. Po, e vështirë është në fakt, por unë mund të them që Hyrgerta është një njeri shumë me këmbë në tokë, një njeri që është e dashuruar me jetën, ambicien e ka aq sa nuk i prish punë tjerëve, një njeri shumë i drejtë edhe me parime të cilat nuk do t'i shkelja për asgjë në botë. Ishte fjali shumë e gjatë. Jo, shumë e bukur, por tani gjithë këto vite në ekran, kështu që do e përshkruaj me fjali më të gjatë. Gjithë këto gjatë këtyre viteve në ekran, si e përshkruan evolimin e televizionit? Nga vitet ku ti ke nisur, gradualisht, tani, si është bota e televizionit? Po sigurisht që bëhet fjalë për periudha të ndryshme kur e kam nisur unë, edhe flasim për një periudhë ku teknologjia ka arritur majat, edhe çdo ditë edhe më shumë dalin gjëra të reja, inovacione që sigurisht përfshihen edhe në botën televizive. Kështu që ai televizioni që kam bërë dikur ka qenë më genuin, më i thjeshtë, më modest, do të thoja, kurse tani kemi arritur në nivele shumë të larta. Kështu që ashtu siç evoluojnë fushat të tjera, edhe televizioni ka evoluar shumë, për mirë, sigurisht. Ka një
po themi një konkurent shumë të fortë nga rrjetet sociale, nga platformat e tjera sociale. Megjithatë, unë kam përshtypjen që televizioni mbetet televizion dhe sado në forma të ndryshme të vinë prodhime të ndryshme, përsëri ai televizori i madh ka vlerën e tij, kështu që vazhdon të mbetet fort. Tani është fokusuar shumë tek klikimet. Po, e vërtet. Nëse do të zgjidhje diçka midis dy shekujve, dy dekadave, domethënë shumë larg nga ku ti ke nisur. Me thënë të drejtën, klikimet fatkeqësisht bëjnë në përgjithësi materiale që nuk kanë shumë cilësi. Janë gjërat, po themi që bëjnë më shumë bujë, klikimet marrin skandalet, klikimet marrin, nuk e di, gjëra në thojza jo cilësore. Kështu që unë do zgjidhja gjithmonë cilësinë edhe diçka profesionale që e di që nuk do të merrte shumë klikime. Nuk jam e dhënë pas klikimeve, pas viralitetit, edhe kjo përfshirja në rrjetet sociale, sepse nganjëherë habitem edhe kur futem në rrjetet e mia sociale kur shoh personazhe pa i gjykuar, po flas në këndvështrimin tim, që dalin dhe flasin për gjithçka. Mua nuk më ka zënë kjo fatmirësisht. Rrjetet e mia sociale i përdor thjesht si një hapësirë personale, edhe kaq, pa dhënë mend, pa dhënë idera, pa dhënë gjykime. Edhe kështu që do të zgjidhja jo klikimet. Nuk do të zgjidhja klikimet, do të zgjidhja diçka më të thjeshtë, po pa shumë klikime. Je specifikuar, je identifikuar kështu gjithmonë si një vajzë shumë elegante në ekran, ka qenë zgjidhja jote apo është pjesë e karakterit tënd? Po pjesë e karakterit, unë kam përshtypjen që pjesa profesionale është tjetër gjë dhe pastaj ana karakteriale sigurisht që do bëhet bashkë me anën profesionale për të nxjerrë një imazh që ti ke. Kështu që kjo është pjesë e karakterit tim. Mundohem sa më shumë të jem e kujdesshme, të respektoj, të jap hakun, t'i bëj, po themi, si thua, t'i jap vlerën që i takon kujdo që kam të bëj ose që kam përballë, sepse unë kam bërë shumë formate, nga spektaklet më të mëdha, festivale, koncerte, deri në emisione të përditshme, emisione mëngjesi, emisione pasdite, pra i kam provuar shumë, e deri tani vonë me 12 vitet e fundit me emisione sportive. Kështu që në këtë pikë kam qenë gjithmonë shumë e kujdesshme, madje më ka thënë një aktore, nuk po e them me emër, për të mos ia vënë ndoshta në siklet, nuk është në siklet i madh, po që ndoshta nuk dëshiron. Ajo ka qenë shumë e vështirë për të ardhur nëpër studio televizive, edhe unë kam mbaruar për aktore. Mirë po, 4 vjet shkollë nuk më bën dot një aktore brillante. Okej, mund të bëj role mesatare, po jo asnjëherë brillante. Edhe ajo vjen në studio dhe ajo që më tha mbrapa, tha, prisja tha një lloj xhelozie në thonjza, nga ty në kuptimin që nuk është se kishe bërë Prokopin si aktore, ndërkohë që ajo është një aktore vërtet shumë e talentuar. Por nuk e ndjeva ata dhe faleminderit sepse ma dhe atë vlerën që takon. Dhe në këtë formë jam munduar të sillem me çdo për t'i dhënë vlerën që i takon. Kur ke nisur karrierën si gazetare sporti? Në 2014, 12 vjet më përpara, e kam filluar me emisionin e Kombëtarës, Ndërkuqezi, në 7 shtator të vitit 2014. Është e çuditshme se shumë gjëra të tjera nuk i mbaj mend, kurse këto që kanë të bëjnë me sportin i mbaj mend shumë mirë. Dhe më pas kam përshtypjen 2-3 javësh, kam marrë dhe drejtimin e rubrikës sportive, edhe për 10 vjet me radhë kam prezantuar rubrikën sportive, pastaj shumë emisione tjera, Europian botror, Kupë Konfederatash, botror klubesh, çdo gjë që Europa League, shumë emisione për superioren e shumë të tjera, kam raportuar nga stadiumi, me Kombëtaren po e po, për 9 vite me radhë, kështu që ky ka qenë 7 shtator 2014, edhe jam shumë e lumtur, edhe pse ka qenë një rastësi totale, por jam shumë e lumtur që ka ndodhur ajo rastësi, edhe por rastësi ka qenë edhe që unë nga departamenti i prodhimit, ku isha emëruar atëherë në RTS,
kalova në departamentin e sportit, pra në një farë mënyre me kohë të plot, dhe edhe ajo ka qenë një rastësi shumë e bukur që jam shumë e lumtur që ka ndodhur. Para se të nisi emisionin e sportit, ke ndjekur futboll më parë, ke ndjekur sport më parë? Gjithmonë kam parë futboll, edhe që e vogël fare, me babin, më merrte në stadiume, jo vetëm stadium, pallat sportit, çdo që ndodhte në Durrës, në atë kohë ai mundoi me ato miqësit e veta të na gjete bileta. Gjithmonë e ka dashur shumë sportin dhe na e ka dhënë edhe ne fëmijëve. Kam parë çdo lloj futbolli, sidomos, po edhe sporte të tjera, basketbollin, volejbollin, tenisin e kemi pas parë atëherë po fshehur azi. Në televizor, patjetër këto e kam nisë pastaj me Botrorin 86, që atëherë e kam parë. Ti s'kishe lindur akoma. Jo. Po edhe pastaj në Itali 90, tuti e kam bërë emisione sportive në TV Klan në 2000-shin, e që një emision sportiv për Serie A, Sport and Show, pastaj kam bërë emisionin e Europianit në 2004 në RTS me Genç Ymeraj. Edhe të emisionet e mëngjesit apo të pasdites që kam bërë, gjithmonë kam futur tema sportive, sepse është një pasion shumë i madh futbolli për mua. Sidomos futbolli, edhe sportet tjera nuk është se ndjehem keq, por futbolli është dashuri më vete. Kaq shumë emisionet kaluara, vit pas viti, sezon pas sezoni, eksperiencë pas eksperiencë, gjatë këtyre viteve që ke qenë në televizion, a ke hasur le themi konkurrencë ose xhelozi, ose a kanë të tjerat, a kanë ndjer xhelozi që ndoshta ju Gerta ka përcjell për një X person, do të thonë e the më parë që kur jo, xhelozi nuk kam, sepse unë kam shprehur shumë herë që gjithsecili apo gjithsecila ka atë riskun e vet, pjesën e vet, edhe ka vend për të gjithë. Biles, unë jam shumë pozitive për gjitha vajzat që futen në botën e sportit. Këtë ta konfirmoj unë, sepse kam qenë në stadium kur vija shikoja ndeshje dhe nuk kam, do të thonë ishin daljet e mia të para televizive dhe nuk është se kishim asnjë kontakt me Gertën, thjesht unë normale kam ndjekur në drejtimet e emisioneve dhe më ka buzëqeshur, më ka folur edhe më ka është shumë bukur sepse është një botë shumë mashkullore. Edhe sa më shumë femra të ketë, edhe femra profesioniste mbi të gjitha, e zbukurojnë, e zbusin pak këtë lloj bote. Kështu që sa më shumë vajza të ketë, por vajza që e duan. Mua do më pëlqente që me këtë profesion të merren vajza që e duan profesionin, pra jo thjesht të jenë në televizor, tani këtë rrugën e shohin si trampolin për të marrë famën. Pikërisht, unë këtë do doja, që është shumë mirë që janë, por që të lexojnë, që të studiojnë, që të shohin futboll, sepse ka edhe shumë vajza që bëjnë emisione sportive edhe nuk i shohin ndeshjet fare, për shembull, ose përveç mjaftohen me një skenar që mund t'ua bëj dikush, kurse ka vajza të tjera që kanë edhe ato me shumë pasion, që lexojnë, shohin, bisedojnë, diskutojnë, edhe ashtu siç duhet jetë në fundit. Pastaj ka të bëjë dhe mosha, mua më ka ndihmuar shumë dhe eksperienca. Ka ndihmuar që kam parë që e vogël futboll, jam rritur me futbollin, i kam ndjekur kampionatet më të rëndësishme, dhe plus dhe eksperienca televizive, vërtet vjen nga fusha të tjera, po prapë është eksperiencë televizive. Kështu që edhe unë kam qenë ndoshta pak pa shumë informacion kur e kam nisur para 12 vitesh, por ama duke qenë se kisha pasionin shumë të madh, ndeshjet i shikoja të gjitha, mundohesha të lexoja, jam ulur me specialistë për shembull të studiove, më kanë shpjeguar se si funksionojnë skemat, rolet në futboll. Tani sigurisht jo kursi plot, por të paktën për të pasur një informacion edhe një njohuri që më vlen në punën time. Kalojmë pak tashmë tek Big Brother. Si ishte eksperienca në Big? Po, eksperiencë e vështirë ishte, me thënë të drejtën, sepse e para unë nuk e kam parë veten ndonjëherë në këto lloj formatesh, edhe por gjithmonë në jetë ka një herë të parë, edhe u bën shumë gjëra bashkë që unë e pranova ftesën. Eksperiencë e vështirë për faktin që për shkak të izolimit, e para larg familjes, pa patur shumë informacion, pa patur shumë informacion, se u gabova edhe po ma marrin, pa patur informacion në fakt. Edhe kjo është një pjesë shumë e vështirë për tu menaxhuar,
Plus pastaj pjesa tjetër e vështirë ishte që e para mosha ime ishte goxha më e pjekur se sa ata që unë kisha të bëj aty brenda. Edhe duke pasur koncepte shumë të ndryshme, nganjëherë nuk e gjem veten. Tjetra ishte që edhe unë jam mësuar që mos të debatoj, mos të ngre zërin, pra gjërat ti zgjidh me dialog. Aty patjetër duhet kishe debate, duhet kapesh edhe me një qime, duhet ta bëje tra që unë e kisha të pamundur, duke sikur i bia njerëzve në qafë, nëse për shembull do të kapja pse ajo flokut ka vajtur ande dhe nuk e ke këtej, për shembull se me ato gjëra duhet kapesh atje. Edhe tek niveli në shumë gjëra, për shembull diskutoja me njerëz që më dukej absurde t'i bëja ato lloj diskutimesh, pra eksperiencë shumë e vështirë, po nga ana tjetër edhe e bukur. Sepse kam provuar emocione goxha të forta. Gjatë periudhës që ti ke qenë atje brenda, kam hasur rreth e qark shumë zëra. Pse Hygerta atje? Domethënë gjatë këtyre viteve eksperiencë, gjaj kishte backgroundin shumë plotësuar, shumë formuar, ishte shumë mirë me emisionin që po bënte. Pse pikërisht? Apo ndjeve që diçka do ndryshuar? Jo, ishte fiks një për diçka më tepër. Piqen kushtet, edhe sepse unë e kam pasur ofertën edhe nga Bigu në Shqipëri, edhe nga Bigu në Kosovë, kështu që nuk është se më ka munguar ftesa, edhe më erdhi për herë të parë edhe shkova. Thjesht, ndoshta doja të trazoja pak ujërat, provoja një eksperiencë ndryshe, është një eksperiencë që ndodh një herë në jetë, për disa ndodhet disa herë, për mua vetëm një herë në jetë. Edhe plus në Kosovë shumë njerëz nuk njihnin, edhe është mënyra për të pasur një audiencë më të madhe shqipfolse. Dhe realisht këtë e kam arritur edhe jam shumë e lumtur për këtë. Unë sa herë vete tani në Kosovë, në qytete ndryshme, ndalojnë njerëz pafund, edhe ajo që më bën përshtypje jo vetëm njerëz të pjekur, por edhe moshë e vogël, moshë shumë e re, edhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe. Kështu që ishte një gjë ndryshe, ndoshta kishte ardhur një moment, kisha kriju një lloj linje, duhej një gjë për ta ndryshuar edhe për të rikthyer pastaj përsëri në të njëjtën pikë ku isha. Planet e tua janë për një emision në Kosovë apo nuk preferon të largohesh nga Shqipëria? Jo, plane nuk kam, me thënë të drejtën. Unë jam shumë mirë edhe ndjehem shumë rehat, edhe ndjehem shumë e lumtur me emisionin që jam duke drejtuar tani. Kur u ktheva, me thënë të drejtën, u mundova të respektoj dhe kolegët e mi që pavarësisht se unë kisha marrë leje, nuk është se isha larguar edhe u riktheva, pra unë kisha marrë një leje, por fakti që ata kishin bërë emisionet, ishin përkushtuar njerëz profesionist, unë ndjeva në një farë mënyrë keq që të merja përsëri emisionet, kështu që te Supergoli me Enos Karçon vazhdojmë të jemi të dy, kurse te rubrika sportive, edhe pse është një logo që unë e kam prezantuar për vite me radhë, po Kristo që e bën me shumë pasion, është njëri shumë profesionist, unë e kam shumë mik, edhe realisht më vjen mirë që është duke e bërë ai rubrikën sportive, edhe nuk po, edhe Krista, nuk ndihesha mirë. Prap na mungon aty, na mungon. Po prap nuk ndihesha mirë që të rimerja, do më duke si mungesë respekti për punën që ata kanë bërë. Edhe kështu që jam rikthyer aty ku dua të jem, realisht e shijoj shumë, është një emision i gjatë me shumë orë, sepse nganjëherë kemi shumë orare. Pra janë 2 orare brenda ditës, pra ti duhet fillosh me prakt, shohësh ndeshjet, ti jesh përsëri me pjesën e dytë, shoh një ndeshje tjetër ose 2 ndeshje dhe ti jesh përsëri në fund. Por që është e çuditshme që mua nuk më lodh. Nuk të lodh. Ndoshta është kur bën diçka me pasion, me shumë dashuri, nuk e ndjen edhe lodhjen. Kështu që për momentin un jam Supergol, edhe nuk dua të mendoj derisa të mbaroj sezoni, plus vjen botrori, mund të kemi plane për të bërë emision për botrorin. Kështu që është shumë herët për të folur për plane për të ardhmen. Kosova është aty gjithsesi, nëse do të një ofertë për të ndjekur nga afër kampionatin e Kosovës pastaj. Nuk e di, do të shohim sepse nuk ekziston në fakt një emision i tillë në Kosovë për kampionatin kosovar, cilësinë e kanë rritur shumë.
edhe transmetimi është në cilësi vërtet shumë të lartë, kështu që do të ishte bukur edhe sikur mos ta bëja unë. Po, do ishte bukur. Të bëj një emision i tillë sepse do të jepte akoma më shumë vlerë kampionatit të Kosovës, për më tepër që ka shumë talente, e dim edhe cilësinë e lojtarëve që nxjerr. Kështu që por është shumë herët për të folur dhe unë jam një njerëz që nuk dua ti përflas gjërat kur nuk janë akoma konkrete. Bigun, ishe me fituesin, edhe pse ne donim shumë ta fitonin ti, normal se një shqiptar s'ka gjë, unë prap fituese po, dola. fituese je. Me lëndrimin ishe pro apo kundra? Unë isha pro që ta fitonte lëndrimi për atë që dha, për atë që ishte, njëri shumë argëtues, me shumë humor, shumë i talentuar, sigurisht që kemi patur përplasje, po dikur kuptova që se në fillim i kishim çik maja, gjërat pastaj u bëm shumë shok, pastaj filluam të përplaseshim prap, se edhe loja u bë më e nxehtë, por e kuptova disi për ma shprehu dhe vetë që në një farë mënyrë ngacmonte sepse e dinte që mund t'ja ktheja edhe mund të kishim diçka interesante në debat. Edhe realisht më bë qefi që fitoj lëndrimin sepse në krahasim të paktën me ata që ishin kandidat, lëndrimi e meritonte. Anës, sa i kishë munguar? Anës shumë. Anës i ka munguar realisht shumë, madje edhe tani nga që do të kompensoj kohën e humbur dhe nga njerë bëhet në thonjza mbytse, dhe i them, po më lër pak hapësirë në një farë mënyrë sepse jam kudo, duke folur, duke diskutuar për gjëra edhe thot kam 3 muaj e gjysë që kam pasur që tani të kompensoj kohën e humbur. Edhe realisht i ka munguar shumë sepse ne kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë edhe ajo për çdo gjë konsultohet me mua, flasim për çdo gjë, edhe i kishte munguar shumë kjo pjesë. Unë kam pasur afër ku kemi qenë bashkë me ekipin e Tiranës në Beshiktash, mos gaboj. Po, në Stamboll. Po, edhe kur dilja me Gertën që dilim konsumonim diçka, Ana gjithmonë ishte në video call, po mami çfarë do të bëjmë te Sephora. Gjatë gjithë kohës ishte në kontakt me Anën edhe e di që kemi. Ana dhe Sephora e saj, po, unë po dola jashtë, është gjithmonë kam disa listë me make-up që duhet të marr në Sephora. Të në stacioni që duhet të ndaloj patjetër. Jo, realisht ti e ke parë dhe vetë që kam një lidhje shumë të ngushtë edhe mua po, sepse ajo të faktën më shikonte në televizor, kurse unë nuk e shikoja fare, kështu që i ka munguar shumë edhe po mundohemi të rekuperojmë. Kthehemi pak tani te futbolli, te kampionati. Sa herë të duash. Si të duket ky sezon? Sezon i bukur është, sezon me shumë rivalitet, sezon që lufta vazhdon, si për krejun, si për fundin e tabelës. Më vjen keq ndoshta për disa skuadra që ndoshta nuk janë në nivelin ku duhet të ishin. Këtu ndoshta i referohem Ignatias, që na mësoi me një ekip shumë të bukur për tu parë, me një futboll shumë të bukur edhe me një sukses të merituar për 2 vite me radhë. Këtë vit ndoshta e shoh pak më poshtë në nivel edhe më vjen keq, sepse më duk sikur krijoj një cikël që do të vazhdonte gjatë. Megjithatë është aty, nuk i dihet asnjëherë deri në fund, nuk kam besim edhe tek trajneri edhe tek ai ekip. Më vjen keq për Flamurtarin, një ekip që më në fund u rikthye në superiore, me një investim shumë të madh dhe nuk e di pse nuk ndezi kurrë dhe vazhdon të jetë në fundin e tabelës. Realisht mëkat i madh sepse duke pasur një mbështetje aq të madhe financiare, infrastrukturën dhe të gjitha me radhë dhe të paktën të qëndrosh në superior, u pretendoj që Flamurtari të vinte dhe të fitonte kampionatin apo të futej në Final Four, por ama mos ishte në fund të tabelës gjatë gjithë vitit. Dhe më vjen shumë keq, po shumë keq që Flamurtari duhet të rikthehet, paktën me sa po shohim deri tani të rikthehet në kategorinë e parë. Më vjen keq për Tiranën që gjithsesi noton në ujëra të turbullta. Nuk e di se çfarë ndodh me ekipin më i titulluar, një fanellë e rëndë, një fanellë historike, pse është në këtë lloj nivelesh. Edhe shpresoj realisht si. Po
për Partizanin të vjen keq? Partizani, keq jo, në këto momente jo, nuk më po. vjen keq, sepse kur unë u largova, Partizanin e lash në fund të tabelës, ishte në vendin e 9 nga fundi për të dalë jashtë dhe gjeta në vendin e 5. Kështu që ka bërë një përparje, një suri shumë të mirë dhe për mënyrën se si e nisi edhe se sa pik humbi, ky vend ku është, po temi është i kënaqshëm. Por duke parë se sa pik rekuperoi ndaj Dinamos dhe është përsëri tashmë me pikë të barabarta dhe nuk i dihet nëse do të arrijë Final Four-ja apo Europën, më sigurisht që më vjen keq. Janë ca ekipe që i bëjnë mirë kampionatit shqiptar, pavarësisht se vinë ekipe të tjera, është mirë që është kthyer Elbasani, edhe që është konkurrues i fort, është mirë që është Vllaznia, që është në nivele shumë të mira, pra që konkuron për titullin kampion. Dinamo patjetër, domethënë janë ekipe që kanë bërë histori në futbollin shqiptar dhe është mëkat i shohësh në këtë lloj vështirësish. Duke qenë se akoma s'kemi provuar, është një formulë re. Definitivist është shumë e mirë se sa ajo që kishim, sepse në një farë mënyre 36 javë maraton mund të shpërbëheshin nga një ndeshje. Kështu që fakti që e ndryshuan do të thotë që kanë bërë, të paktën për mendimin tim, kanë bërë shumë mirë sepse është një mini kampionat dhe në një farë mënyre nëse skuadrat shkojnë aty me pikë, që deri tani aty janë, edhe 5 javë janë nga fundi, është e bukur sepse nuk dihet asgjë. Dhe është një mini kampionat që të katërta do përballen me njëra tjetrën, edhe është me sistem pikësh, pra një zgjatim i kampionatit dhe për mendimin tim është shumë interesant. Tani nuk e dim se si do shkojnë deri në finish, sepse nëse ka shumë diferencë pikësh, pastaj ndoshta gara bëhet më pak e etshme. Mua do më pëlqen që të jenë aty të katra skuadrat edhe të shohim rivalitet deri në minutën e fundit, deri në bilbilin e fundit. Deri në këtë pikë shohim që janë afër me pikë, nuk lëvizin shumë. Edhe të shohim se besoj se do jetë një formulë që do ketë më shumë emocione se ajo. Jo, patjetër që po, shumë emocione dhe janë më shumë ndeshje. Sa më shumë ndeshje, aq më bukur. Hygert, gjatë kësaj periudhe në ekran, le të themi këto vitet e fundit, cili ka qenë situata më e sikletshme që ke hasur në drejtimin e emisionit? Situata më e sikletshme më duhet të mendohem. Në drejtimin e emisionit? Apo në sport, 12 vjet? Jo 12 vite, këto vitet e fundit. Vitet e fundit? S'është kam pasur në një situatë të sikletshme. Qoftë edhe në stadium, jo vetëm në studio. Jo, në stadium i kam pasur herët ato situatat e sikletshme, kurse tani vitet e fundit, jo, kam kaluar shumë bukur në gjitha stadiumet që kam qenë, edhe në emision, situata ka, po situata sikletshme që t'jem ndjerë unë në siklet, jo, me thënë drejtë, nuk është se kam patur. Kur ti u fute në BIK, Partizanin e le në vendin e 9. Në vendin e 9. Me cilin trajner? Me Kërnaja jo besoj. Jo, me Kërnajen e kam lënë. Me Kërnajen e ke lënë? Po. Okej. Po. Si duket Kërnaja në ndërtimin e Partizanit? Kërnaja. U duk sikur bëri mirë. Dhe në fakt edhe për pikët që kishte marrë, edhe nuk i kam parë ndeshje, se nuk kam pasur mundësi që të rekuperoj, por që duke e parë me pikët që e gjeta, dhe rastisa që isha kthyer kur fitoj me Dinamon, që në një farë mënyrë në thonjza u paragjykua për zgjedhjet që kishte bërë, edhe në fakt doli fitues, edhe ishte strategjia e duhur, sepse arriti të fitonte 2-0 me Dinamon. Dhe aty me thënë drejtën, i hoqa kapelen edhe thash, bravo i qoftë. Ndërkohë, ndodhë, për shembull, ndeshja me Elbasani, ku që në minutën e 20 ti je me një lojtar më shumë, dhe arrin që një Elbasan me një lojtar më pak në pjesën e dytë të vërë
përfund, edhe të mbajë në port, të zërë në kundër sulm, dhe të shënoj dhe 2 gola. Dhe aty pash probleme madhore nga stafi teknik. Kështu që këtu vu përsëri një pikë pyetje e madhe, sepse Kërnaja është një personazh, mund ta themi që nuk është një emër kaq i njohur apo me pesh në trajnim. Ka qenë trajneri Valbonës, ka qenë zëvendës trajner te Laçi, pastaj te Kuksi më duket, dhe vjen tek Partizani B. Pra ka qenë në një nivel që nuk është ka shumë djem të rinj, po themi dhe trajner të rinj që janë në këto lloj pozicionesh. Dhe të marrësh stolin e Partizanit, duke sikur ishte një peshë shumë e madhe se sa shpatullat e tij, dhe ka të bëjë dhe eksperjenca pa diskutim, sepse nuk mund të krahasojmë një trajner të ri me eksperiencën që ka, Ilir Daja apo Mirel Ljosa, që kanë vite e vite të tëra në trajnim. Kështu që unë mendoj që Partizani është është gjaket e ngushtë për shpatullat e Kërnajës. Jam kurioze, këto personazhet e futbollit kanë mbështetur gjatë eksperiencës tënde në BIG apo jo? Kur ke dalë, nëse ke parë diçka? Jo, nuk kam parë ndonjë mbështetje, tani edhe duhet kujtohem, po jo, nuk është e kam parë. Kështu në privat, pastaj më kanë shkruar, më kanë komplimentuar, po nuk është e kam parë. Kam parë për shumë nga kolegë, momente sidomos kur hyra, sepse shqyqyr zotit Instagrami ka dhe arshiv, kështu që mund të shikoja këto që ishin bërë share të paktën, edhe aty kam patur një mbështetje shumë të madhe dhe i falenderoj pa mas. Pastaj nuk është se kam vënë në re, po nuk është dëgjoj, nganjëherë mbështetja është edhe jo çdo gjë mbështetja duhet të jetë publike patjetër. Kështu që nga kolegët e kam patur mbështetjen dhe për këtë i falenderoj, kurse në mas të gjerë, pak më të gjerë, mbështetja mund këtë qenë edhe private, se fundit vota vlen, edhe më mirë vlen një vot se sa vlen një story në Instagram, kështu që unë e di këtë gjë, kështu që për gjithë ata që më kanë mbështetur, unë jam vërtet mirënjohëse. Kur dole nga Biku, ke pasur sulme, në thonjza të tilla që u rikthye kjo, apo nuk e di nëse ke hasur ose ke gjuar me vesh? Jo. Di vetëm që Big Brother ma përdorin tashmë për të më intimiduar. Në kuptimin që shkon në Big Brother, etj. Po, Big Brother kam qenë, nuk kam qenë vërtella. Se mendon se të përdorin këtë? Pse është nuk e di. Jo, kjo është anë mënyrë se dije që e kanë ndjekur, domethënë gjithë, se do. Jo, sigurisht që ka patur, është ndjekur shumë, edhe me thënë të drejtën, Bile s'kanë qenë dhe kurioz të shohin 24/7? Duan në një farë mënyrë e thash të më intimidojnë në kuptimin që sikur e kam ulur nivelin, ndërkohë që unë edhe atje ku isha nuk e ula në asnjë moment nivelin, edhe isha kjo që jam. Kështu që unë nuk e mendoj si një njoll në biografi Big Brother, dhe nuk do më bëjnë që të ndjehem keq duke më përmendur Big Brother, askush. Kështu që por më bën përshtypje që tani kam filluar ta përdorin, domethënë po që mua nuk më prish asnjë punë. Ndoshta është edhe pak një përpjekje për të më mbyllur gojën në një farë mënyre. Unë gjithmonë jam shquar për t'i thënë gjërat hapur dhe troç, edhe nganjëherë shumë njerëz që më kanë përshëndetur ose duar trokitur për deklaratat e mia të forta ose gjërat e thëna hapur, kur nuk u intereson, ankohen pse flas, ose mund t'u vi keq, ose mund t'ju djeg. Kjo është fjala e dur. Po mua nuk më intereson, unë do të vazhdoj të flas drejt, do të flas hapur, e do të them atë që mendoj. Ndoshta kam gabim, por është mendimi im dhe s'më ndalon dot askush. Mua kjo më pëlqen, kohët e fundit sidomos, më pëlqen shumë për durimin që ke treguar, për maturinë që ke treguar, sepse normal edhe vitet dhe eksperjenca në televizion e bën të tillë, sepse nëse do të isha unë ndoshta do kisha reaguar më keq, por që të përgëzoj vërtet, edhe nuk e di nëse ke diçka për të thënë opinionit sportiv në përgjithësi, jo asnjë individi.
Opinioni sportiv do t'i them që mos u habisni që edhe një femër mund të flasë hapur, edhe një femër merr vesh nga futbolli. Nuk po flas që marr vesh, jam specialiste futbolli, apo e njoh futbollin me detaje, siç mund ta njohin trajnerët apo dikush që shmarr gjithjetën me futboll, ama kam 12 vite që merrem me futboll. Janë 12 vite që shoh futboll sistematikisht. Kam një jetë të tërë që shoh futboll, kështu që në një farë mënyrë eksperjenca bën të vetën. Supergoli ka qenë një kurs realisht shumë i mirë për mua. Nëse unë deri në këtë moment e kam bërë emisione që kanë folur në përgjithësi për ndeshjet dhe jo shumë teknikisht, pra janë marrë me ndeshjet specifikisht, por më, si thua, më gjërësisht. Kurse në Supergol ne merremi me detajet të skemave, të manovrës, të çdo gjë se si funksionon. Dhe unë kam bërë realisht një kurs shumë të mirë me gjithë specialistët që kam në studio, që më kanë mësuar vërtet shumë. Dhe tani kam filluar edhe të kuptoj edhe lëvizjet, apo se si është rreshtuar një skuadër, se si janë karakteristikat e një lojtari, ku të rri ose çfarë ka patur ndërmend trajneri kur ka ndërtuar formacionin, e shumë gjëra të këtij lloji dhe për këtë i falenderoj, sepse ka qenë vërtet një shkollë dhe kështu që unë kam një mendim sepse jam pjesë e kësaj fushë. Edhe tek moviolat që thonë u djegin çiksi shumë ato moviolat. Edhe u djegin sepse nëse unë mendoj që është gabim dhe kam argumenta për këtë, jo për të kundërshtuar kotës, unë asnjëherë nuk marr përsipër të kundërshtoj kot. Unë kam një argument. Do ta ballafaqoj dhe pastaj le ta vendos publiku se kush ka të drejtë. Por ama në momentin që un kam argumenta, nuk më ndalon asgjë që ti ballafaqoj ose të them një mendim ndryshe, për të parë gjërat edhe ndryshe. Kështu që do vazhdoj ta bëj këtë, le të pinuthull nëse u vjen keq, por që zëri im do vazhdoj të dëgjohet, edhe nuk ma mbyll të gojen askush. Një mesazh për gjitha vajzat që janë në rrugën e ekranit, të them kështu, ose po i futen kësaj rruge. Dëgjoj, e para është shumë e rëndësishme ta kesh me pasion dhe me shumë dashuri. Nëse qëllimi është për të qenë pjesë e ekranit, për famë, apo për fitim ekonomik, apo nuk e di se për çfarë tjetër, nuk e di, pa pasion, unë kam përshtypjen që një njeri nuk mund të jetë kaq i suksesshëm. E dyta duhet të lexojnë edhe të studiojnë shumë, sepse është në një farë mënyre, nëse të jepet mundësia, je ti që duhet investosh pastaj për mundësinë që të është dhënë, edhe jo ta marrësh si të mirë qenë. Kështu që këto janë dy këshilla që do t'u jep. Është një botë shumë e bukur. Nëse e dashurojnë dhe e duan realisht, është një botë shumë e bukur që për shembull unë jam shumë e lumtur që kam 30 vjet, që jam pjesë e kësaj bote, edhe ta thash edhe në fillim, të jetë për mua unë pafund nuk do t'i hiqja dorë asnjëherë. E di që dikur ndoshta duhet të hiq dorë edhe të jem pas kuintave, po duke parë shumë po themi zonja në televizionet të tjera prestigjioze apo edhe të fqinjët tanë që vazhdojnë të jenë në ekran me eksperiencën, sharmin edhe po themi peshën e tyre, shpresoj të jem dhe unë një nga ato, sepse fundit nganjëherë mosha nuk ka të bëj. Jemi si vera që sa më të vjetra bëhemi, ajo është sa më të ëmbla, por në fakt është eksperienca edhe mundësia për të folur ashtu siç duhet. Unë falenderoj shumë, ishte vërtet shumë kënaqësi. Edhe për mua, Vjosana, shumë. Dhe të shoh sa më shpejt edhe në emisionet e tjera përveç Supergolit. Faleminderit edhe do të shihemi prapë. Faleminderit. Faleminderit ju që na ndoqët, mos harroni të na bëni like, share dhe subscribe, ndërkohë ne do të shihemi sërish në episodin e ardhshëm. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.